Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku si çdo ditë edhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur që me historinë e sotme të na çojë në qytetin e Shkodrës. Do të flasim në fakt për një histori dashurie të bukur, por që ashtu nisi, por nuk përfundoi ashtu. Është një 30 vjeçar i cili quhet Senad Hasa, dashur miq, i cili është në kërkim të djalit të tij. Senadi ishte vetëm 24 vjeç kur u dashurua me një vajzë nga vendlindja e tij, po nga Shkodra, me një nga kjo histori dashurie erdhi në jetë djali i tyre që sot është 6 vjeç, por fatkeqësisht ky baba nuk ka asnjë kontakte me të birin dhe sot ka vendosur të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë, jo vetëm për të rrëfyer historinë e dashurisë që pati një fund të hidhur, por për të kërkuar edhe të birin e tij. Kështu që menjëherë unë dua të përshëndes 30 vjeçarin Senadin, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Senad, më vjen shumë keq që është bërë një kohë e gjatë dhe ti nuk e kontakte me djalin tënd dhe në një farë mënyrë ai është 6 vjeç, shkon në klasën e parë dhe nuk e di të njesi që je ti babai? Nuk njeh, vetëm belipojmë ka taku, ai kam dërguar sham babi, jetëm ka një javë rresht. Si reagoi kur i the për herë të parë që unë jam babai? Ditën e parë shmang, mane ka një javë rresht, domethënë i kam vitet me 10 vite për natë, me lujtë lojën të jepsha më hangër me pi, vite për natë, a kupton? Në momentin domethënë që ba me fjalën belipoj, prokurorami domethënë belipoj, rritë djalin më smet. Do na i tregosh ditën e sotme të gjithë këtë histori çfarë ka ndodhur, por padyshim që ti ke nevojë edhe për anën ligjore, çfarë duhet të bësh në të tilla kushte. Dhe kështu kam ftuar sot avokatin Zaçe Islami. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në Pa Gjurmë, avokat. Përshëndetje dhe mirë se djeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua që të kam sot në studio, një njohje e vjetër dhe më vjen mirë. Nga këtu e 12-13 vjet përpara shumë vitesh njihemi të dy në studio të tjera televizive dhe më vjen mirë që sot të kam në Pa Gjurmë për rastin e 30 vjeçarit. Përpara avokat se të futeshim në transmetim, ti po flisje me Senadin dhe pyetja e parë që i bëre, sepse përveç se je një avokat je edhe një gazetar i mirë, ku jeton ish e dashur ai the dhe ai të thaj jeton në Shqipëri. Më e lehtë puna për neve për të realizuar më e lehtë kur është brenda territorit të Shqipërisë. Sepse kohët e fundit ne kemi dëgjuar shumë histori, shumë gra të cilat largohen me fëmijët jashtë territorit të Shqipërisë, kërkojnë azil dhe sado baballarët të bëjnë denoncim që i kanë nxjerrë në mënyrë ilegale nënat fëmijët, policia nuk bën ndonjë gjë të madhe në Shqipëri, nuk i rikthen ato nëna me fëmijët në Shqipëri. Në fakt policia në këtë rast duhet të njoftojë Interpolin dhe ato urgjentisht duhet të kthejnë fëmijën pa pastaj vetë të vënë nga të duan. Po fëmijën nuk mund ta nxjerrin jashtë palenë e një prind. As baba nuk e nxjerr dot fëmijën e tij jashtë. Pa një prokur të nënës? Pa një prokur nga nëna ose pa një marrëveshje midis të dy. As ajo nuk e nxjerr dot palenë e babait. Kështu që këtu është një detyrë parësore e policisë shtetit që në përmjet Interpolit t'i gjej, t'i gjurmoj, t'i kërkoj kudo që janë, i gjejnë vetë prindrit e tyre, qoftë nëna, qoftë baba, i gjejnë ku ka shkuar fëmia jashtë shtetit. Dhe me njerë njofton organet e shtetit. Këto janë procedurat ligjore që duhen bërë, por fatkeqësisht nga histori që unë trajtoj çdo ditë në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, këto procedura nuk kanë funksionuar dhe le ta themi. Shumë baballar kanë humbur kontaktet me fëmijët e tyre pasi ish partnerët janë larguar dhe kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Por mirë, ne do fokusohemi sot tek historia e Senad Hasës, 30 vjeçarit nga Shkodra. Do ndjekim një kronik në këto momente për të kuptuar më qartë historinë e tij, si u njoh ai me 16 vjeçaren shkodrane, një histori dashurie e bukur, por çfarë ndodhi, pse ata u ndan. E ndjekim të material dhe rikthehemi në studio. Senad Hasa është 30 vjeçari nga Shkodra i cili këtë mesditë vjen me një apel të fortë për të birin 6 vjeçar, Joelin. Prej shumë kohësh ky baba është përballur me pengesa të shumta, pasi ishte dashur e tij nuk e lejon të ketë kontakt me fëmijën, duke pretenduar se ai nuk është babai biologjik. Historia e tyre nisi 6 vite më parë në një dasëm në Shkodër, kur një palë e tretë i prezantoi me njëri tjetrin. Pas disa takimeve, ata vendosën të jetojnë së bashku, por lumturia e tyre u ndërprer shpejt sapo erdhi në jetë Joeli. Konfliktet familjare shpërthyen dhe çifti u nda. Blerta, atëherë një adoleshente, u kthye tek familja e saj në Shkodër, duke ndërprer çdo lidhje me Senadin. Situata u përkeqësua edhe më shumë kur Senadi pësoi një aksident me motor dhe përfundoi pas hekurave. Pas lirimit nga burgu, ai hasi vështirësi të mëdha për të takuar Joelin, ndërsa Blerta vazhdonte të mohojë atësinë e tij ende edhe sot.
I lodhur nga pritja dhe i dëshpëruar për të parë djalin e tij, Senadi vjen sot në Pajgjurmë për të rrëfyer historinë e tij dhe për të kërkuar ndihmë që djali të marrë atësi. Po ashtu, edhe kujdestarin ta marrë Senadi, pasi djali dhunohet nga familjarët e Blertës. Dëgjuam historinë. Senadi si e njohur me vajzën? Me Blertën një na njoft në një dasëm. Edhe do të thonë, aty kanë kontaktin e para që kena pa një tjetrin. Ma ne pa ta pësu një aksidentën, pa ta ba një, si me thonë, i borë, kështë bana, i shtypa njërën më tërë. Ma ne kër kam dalë, do më thonë, ka kanë data një maj, nuk kujtohet mirë tash. Edhe i kam qu fjallë, do më thonë, nëpërmjet kujshive, se pa është të hyte një kujshi joni aty. Aty kanë vazhdu ma ne kontaktit me... Ajo ka qenë shumë e vogël, ka qenë vetëm 16 vjeç. Po, 16 vjeqe. Po. Edhe ma ne kena shku, i mora kontaktit me folë me te. Aty kena vazhdu ma ne të folë kërët lirshëm, aty në vazhdu më të taku në të kohë kam kanë si ti parreth shpijet. Jo me qip, po da më thamë kishin thonë policë mos me dalë për shpijet, dhe i çfarë kohet. Aty ma ne kam vazhdu të dalë me te, dërsa ne kena da më thamë kështu, e kam grabit, e kam marrë, e kam qute shpija. Ti pa miratimin e prindve të saj? Po, dy palve da më thamë e ke prasysh, nuk kanë dakord, ne kena dashur një tjetrin, edhe e kam grabit. E ke marrë, e kam grabit. Çfarë ndodhi më pas? Ajo jetoi në shtëpinë tënde? Po, ma ne ka jetu të shtëpia jam atin. Më me dhe më thonë që vazhdoj konflikti, dhe më thonë nëpërmjet nënë saj, që më kërkunin për mike shtetit nuk pranova. A pëtën që isha në shtëpi tajme dhe thonë isha me punë me tonë gjanët. Momenti vazhdunin dhe thonë që doshin me e marë, ishte me barë. A pëtën, shkova manena i kërkova prapë më këthy, nuk ka një gjukë. Kër ka linë fëmija, ka marrë për që në thonë prej këshive për tyne miqve të mi. Kam shku me pa në spital gjithmonë të më shohë, nuk ka johët, ja kjerë prasysh, nuk me kërcenime me gjana. Kër vjen punët e policia, thojnë ma ne të hapin gjyq, pa të hapa dhe gjyq. Por ju shumë pak pas keni qëndruar bashkë? 1 vjet, 2 vjet kena jetu bashkë, një 2 vjet. Por çfarë ndodhi? Se ajo u largua nga ty? U largu dhe më thonë, se nuk e di dhe më thonë, u hyni e aman me snanë i prej shitan punë, dhe kuptan se do të me marrë një tali, edhe linë në konflikte u largu. Prapë ma ne dhe thonë kam shku me kërkua, s'ka një gjumë ma më ardhë. Në momentin ma nena si kam shku, ma i fjetë është emocione dhe... Është e kuptueshme, jemi në transmetim live dhe shpeshherë më ndodh mua të kem emocione dhe të bllokohem ndonjëherë, por nëse do të marrësh kohën tënde, mund të qetësohesh pak. Ma ne te pjesë kur morave si ka lind djali, shkova me taku, apo nuk kanë lënë me hymran te spitali. Dua të ndal pak, më duket pak e habitshme. Okej, ti e more me rrëmbim vajzën, sepse familja e saj nuk ishte dakord, por pastaj u bë zyrtare. Le të themi, familja e saj e pranoi, donte apo nuk donte, e pranoi këtë lidhje. Ju bë celebrim? Ja, ka kanë në mosha, ja. Ka qenë 16 vjeç. Por nëna të ndau, nëna ish vjera, se nuk vajte në Itali? Po, për i të arsyes, dosh në thonë me ikë në Itali, dhe nuk pranosha. Ajo ka ikur nga ty shtatzan? Po. Dhe çfarë ndodhi? Aty ma ne dhe thonë mora besash, i shkohet e spitali, nuk më lanin me e padin, pa shumë të debatën, i tha që o hy me po, i tha që a fëmija mi tha që o s'ka, kupten? Ma ne kam net ma që presin se hajtë po pajtona, se po pajtona nese, kupten, bashkëunin kontaktit, kam dollë dhe thonë tinë sa tyni me taku, dhe thonë samë se tjatin saj, atin, kam dollë tinë sa tyni të taku, i e pësha lek, gjithë kujta, ke përsi do thonë veç për me shku me taku, ke përsysh, se më duke dhe thonë liqa, ka në oj vogë, më duke të o me shku me po, o si gjatë, dhe moment dhe thonë që hap manje dhe vazhdojnë të më thonë nuk ashtë joti, adin hap gjyq, bjerë leka, ke përsi që më thonë ta kontakti i kam tana mesashet. Por gjitha ajo dashuri u këtë në urejtje brëna një kohë të shkurtër. Pse, ti gabove diku që ajo të mohoj dhe djalin? Mënimin tem nuk kam gabu, po ata nuk e di se si kanë pasë sfit e veta. Unë të tha që kam shku, dhe më thonë asë kanë me barë, kam shku, pravi kam kërku, hajde pajtona, për hajde fëmi si kam mesashet, hajde pajtona, ja. Dhe më thonë, siri ty një kanë veç të marë lek, i tash takuat e funin kanë sakatun leksh. Adin, i thash po hapi gjyq, hap thash... Lek përse ke paguar? Lek dhe me thonë, si më kërkuashin ata, adin, isha në të njënë se thosh, hajt po jep lek se ma lojnë djallin. Kupton, kur marrë të veç të vjara se kam shku me taku djallin, më pa diqin polici... Pra, të kërkoni lek, ja u jepje lekët dhe ata prap djallin nuk ta lejonin. Ja. Kupton, kjo është mëkat. mesazhet... Ku të shkojmë... Mesazhet... Tu e të rgojnë vetën hajdut. Mos u vi keq atyre dhe në qofë se më shikojnë nga kamera. Në ratë parë njërë kanë grabitur një fëmi të zotërisë, është baba i tia, duan apo s'duan ata, a i fëmi ka këtë baba.
ai fëmijë ka gjakun e këtij, ka gjithë farefisin e këtij, që është farefisi i tij dhe ata sot për sot mund ta ndalojnë. Nesër ai fëmijë, zotni, jeni cilëdo që jeni mbase na ndiqni nëpërmjet ekranit ton këtu, po ju jap një këshill. Mos e ndaloni fëmijën nga baba i tij, se nesër ai do hakmerret. Ti jeni të sigurt dhe hakmarrja e tij do jetë shumë herë më ashpër se sa që mund ta mendoni ju, se sa që mund ta imagjinoni, sepse është gjaku dhe ta që thret që edhe që e vën në lëvizje. Gjaku i tij, gjaku i babait të tij, nuk mund t'ja. Unë uroj që familja e ish të dashurës të Senad Hasës të na ndjekë ditën e sotme dhe të kemi reagimin e tyre se ky baba ka ardhur kërkoj djalin e vet. Unë do ta prisja me kënaqësi dhe do isha shumë i lumtur në ky emision, nëse ajo do dilte dhe nëpërmjet emisionit të bisedoj me babain e djalit dhe t'i thotë, shiko, ne kemi një fëmijë në mes, kanë një hallk lidhëse. Gjithjetën i bashkon edhe nuk i ndan asnjë gjatë të rjetë, se ajo mund martohet nesër, edhe ky mund martohet nesër, po ai fëmia është i tyre, s'ka nga vend. Pra, mos ja prisni jetën atij fëmije, mos ja humbisni avenirin dhe të ardhmen, por bëjeni që të rritet i lumtur me të dy prindrit, sepse me një prind sido që t'jetë është i qalë. E vërtet. Senad, kush ishte arsyeja që të dha ishe dashura momenti që i dha fund marrëdhënies me ty? Sot nga një gjuhë, domethënë shumë fjalë të nënësve të dinë se kishin hapur me ikë shtetit. Edhe pjesa konore, domethënë ka kanë shumë e vogël që kam dashur vullë konore, dinë se më thoshin se do të marr shtëpi, domethënë se kam i fije shtëpi e tokë, atë domethënë se ta jetojnë shtëpi me qira. Edhe domethënë më domethënë se un kam kërkuar shumë shtëpi me qira, për më shumë e kërkuar fëmin tim. I kam marrë me video tani se i kam hyrë në shtëpi. Mbashin dërencim, domethënë kisha drejt mos më shku. Prapë do të thonë kthesha dërencin, mlashin me një shtëpi, do të thonë se i kanë bërë çdo gjë me video. Avdan. Vetëm arsye që nuk deshe me. Se më duket pak e çuditshme se thjesht fakti që nuk vajte në Itali u bë hakmarrje kaq e madhe. Mund ta deri këtu, po, ka ndonjë arsye tjetër? Ndarja ka një arsye. Do të mbaroj dashuria. Nuk e di se si kanë pas planeta qëllimet e veta, kupton? Po nuk kam dashur me ikë në Itali. Vajza, kjo është jemi djalit. Çfarë të thotë në biseda që ke bërë me të? Si ka reaguar? Pse nuk të do ty ajo? Jo, çfarë ndodhi atë ditë kur ajo u largua nga shtëpia jote përfundimisht? Atë ditë, nëse ti mban mend detaje për t'na i treguar. Ta më thënë ishin edhe pjesë të xhelozisë, ke parasysh? U bëra o xheloze, edhe na thonë një për njëri tjetrin. Po. A kupton? Ka dashuri, ka dhe xhelozi, kjo është normale. U futë edhe ama, domethënë, edhe kur ka ikë, domethënë, s'kam dashur amik, domethënë kam thënë, kam shku prapë mbrapa më pajtu, domethënë, deri momenti që kanë me borra si ka le, tani kam shku mbrapa. Po thjesht ne nuk e di se si u shpot vet ajo, domethënë, jeta saj. Kur pas erdhi një djali, ajo nuk të la. Ditën që erdhi një djali ti ke shkuar, le të themi, me forcë në spital për të parë djalin tënd. Pati ndonjë konflikt, është njoftuar policia? Jo, deshon me njoftu policinë, ma ne më qetësunin nda një ti për me shku me pas, i thash që në gjallë deki tu nuk iku, i thash pa fmin. Emrin kush e ka vendosur? Emrin e kena vendosur të dy se ka pas qef si ajacion dhe thënë, din. Para se le kena pas që thënë qef këtë emrin njëll. Le të themi, edhe pse ishit të ndarë, ishit në një marrëveshje bashkë për emrin e djalit. Pra keni pasur një komunikim. Jena ndaj, jena pajtu shumë herë, udan. Dhe momenti si ka le djali, a ke parasysh? Pra dikush ndërhyn aty dhe unë pres në e thot ajo vajza, se ajo tani është 22-23 vjeç, apo jo? 21 bie, ka qenë 16 vjeç kur është njohur me Senadin. Pra është se në fundit nga momenti që femra bëhet nën, ndryshon komplet bota e saj e brendshme. E vërtet. Hyn në një botë të re, në një jetë të re, në një mënyrë të konceptimit të jetës krejtësisht të ndryshme nga e djeshmja. Dhe kjo duhet ta bëj atë që t'i thres mendjes dhe të mendoj më shumë për djalin se sa për veten edhe për këtë, se të tërë prindrit japin kokën para jetës së fëmijës, e mbron me trupin e saj nëna fëmijën. Po kështu edhe baba. Kështu që ajo është e detyruar moralisht dhe qytetarisht dhe njerëzisht që të mendoj për fëmijën. Jo për këtë. Unë uroj që ajo zonjë sot, ajo nënë e re në moshë të na ndjeki dhe të na telefonoj ditën e sotme, pasi Senadi ka ardhur pikërisht për djalin e vet. I dashur Senad, le ta vazhdojmë bashkë historinë dhe do të bëj ditën e sotme disa pyetje. Në momentin që erdhi në jetë djali, besoj që ti ke kërkuar të japësh atësinë, të njëjtë atësia. Po. Pse nuk ja ke dhënë atësinë djalit tënd? Domethënë thash që unë kam kërkuar me dhënë qysh ditën si ka le. Ata domethënë kanë thënë pas sa të paneshe, domethënë vazhdojnë
Tha, që ishte pjesë fëmijës si linja dhe shkosha parë mbrapa, dhe thonë, ha që po pajtone sot, ha që po pajtone Pra, ti kishe shpresa e një ditë do kthej sërish tek ju. Nuk e besoje që ajo nuk do kthej më dhe do të mohonte dhe djali. Deri momentin do me thonë që kishin vuar, ne kishin marrë në bjemër ty në çdo gjë, do thonë s'kam kanë ndjeni. Ja, do thonë ta pjerë më kanë dhënë një risi si kam ditë ta gjana se si shkojnë e si bajnë. Më falë Odeta. Ke marrë certifikat lindje të djalit nga gjendja civile nga materniteti? I ka pas avokatët tënë, pse unë nuk s'pa kanë dhënë. Se jam interesuar dhe kjo pjesë. Minutë. Është e drejta jote. Nga ky momentum po të them se unë edhe për këtë kam ardhur. Prandaj jemi të ftuar, ana ligjore se mund të ketë shumë persona të tjerë në situatën e Senadit. Po, të mësojnë të tërë. Është pamundur të mohoj të drejtën e takimit të fëmijës e para elementarja një herë. Nuk ka rëndësi e ka bërë në shpicaj, apo ka bërë tek ti, apo është bërë me martesë të ligjme, apo jashtë martese, pak rëndësi ka. Je babaja të fëmije dhe ke të drejtë që minimumi 2 herë në muaj ta takosh fëmijën se s'bën. Dhe këtë gjë do të realizosh nëpërmjet gjykatës. Dhe gjykata do të jap të drejtën ty, edhe të njihet atësia e fëmijës, edhe ta takosh fëmijën sa herë që ka ligji dhe qofte jema, unë po quaj vjerra jote dhe praktikisht vjerra jote është ajo. Vjerra, nuk e dim atë, nëse pas mund të bashkohen dhe unë dëshiroj unë i bëthiri asaj vajzës këtu, që të marrë këtë djalin, marrën edhe atë yllin e vogël që kanë. Po, a e kërkon Senadi sot pas 6 viteve ndarje rikthimi? Tash kam haruar çdo gjë. Si kam, po do mendosh e ti për fëmijë. Ai nuk e kërkon rikthimin e saj në Nuk e du rikthimin e saj. Kërkon djalin. A u mban? Nëse se ky ka marrë natin me vete, unë e kuptoj po. Jo, ka marrë natin vetëm i gjatë, sa ata pika dobët e jam, do të thonë që ata mua më shojnë gjithmonë me nëndekun. Do të thonë jam rrit pa te, do të thonë atë merr jem që mua më shojt kush më një gjë. Por gjithsesi, ditën e sotme ne do presim me minuta të tëra nëse familja e saj do na telefonojë apo vetë ishe dashura juaj zonja Blerta, në të kundërt do bëjmë të pamundurën që ne ta telefonojmë për të patur dhe zërin e saj. Do qëndrojmë bashkë në studio, por më lejoni të shkëputem për të prezantuar një reklam, pasi pasditja në Report TV mundësohet pikërisht. Pasditja në Report TV mundësohet nga Alpsig. Je në parukeri? Pa tjetër që mund të bësh. Edhe çfarë se je në kafe. Klik dhe u mbarua. Je duke u bërë fit, s'ka justifikime. Je në maj të qytetit. Mos prit më. Edhe po e le në moment të fundit, përsëri mundesh. Sigurimi në Alpsig nuk ka qenë më i lehtë se kaq. Online dhe u kry. Alpsig, vlerat që na bashkojnë. Jemi rikthyer sërish të live dhe ndërkohë ishim duke biseduar gjatë kohës së reklamës që avokati po mundoi për t'i bërë një ndërmjetësim. Avokat nuk e do këtë gjë. Ai nuk do të rikthehet Blerta tek ai. Ai kërkon vetëm djalin e vet, të birin kërkon. Dhe Blerta po ja mohon këtë gjë. I dashur Senad, ti nuk ja dhe do të atësin, kaloi 1 muaj, 2 muaj, 1 vit, kaluan 6 vite dhe ajo bë pengesë që ti mos atakoje djalin tënd. Na tregove pak më parë që e ke takuar vetëm fshetas. Në ç'më mënyrë fshetas? Në mënyrë fshetas. Djali, domethënë prindë e saj punojnë në Vilipoj. Po. Edhe shes domethënë te sheshi Vilipoj. Ka kanë domethënë biles kur të njëka gjaku, kisha da fëmijë të nipave të shok me të nisi punojnë edhe ata. Dhe ishin domethënë mosha djalit tëm 10 vjeça, 8 vjeça. Edhe më thonë aty domethënë do na merr rroj fëmijë, thonë, e ka armë një el. Aty domethënë mua më kapi fiu kështu. I thon vetë atë djalin mos e prekni, thon vetë, sa djali jam. Atë domethënë ata nuk dishin gjë se fëmijë. Ama ku ke djalin thotë ti mua. Mirë tha, shkon e bina te djalin këtu. Apo një thash kemë çu tonë me kelojnat. Domethënë kanë rreth orës 8, 9 darkës vite deri 1 muaj natë. Ka takimi i parë me djalin? Jo, takimi i parë kanë domethënë e kam taku, bashkë me të se kam marrë foto me domethënë në momentin që i thoshë po të bi lekë, po të bi kët. Audën. Po. Ja kanë domethënë momentin tash i ka bërë djali 6 vjeç. Që ai ishte i rritur për të. Po ishte i rritur, domethënë edhe kur ardhi aty thon vetë, dikush jam në medi kështu, dhe i thoshë jam babjet. Ma ne ka pas 1 javë rresh, që djali ka ardhur për natë te klubi, në momentin që ka kaluar domethënë me të. Unë rush horojën se që di si bëhet Vilipoj domethënë miting me njerëz pjesën e gushtit. Ai vite vetëm ose me një fëmijë të dytë, a kupton? Vite vetëm. Momentin thon kur e pashin atë, po thoshë pse s'po vjen, a kupton se rrisha rusha. Pra ai vinte fshetas në së ti. Po, nuk ka di gjë kërkush.
Kjo është e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Një fëmijë që takon babain, le të themi, për herë të parë në thonjza i rritur, shkonte çdo mbasdite në të njëjtin lokal për takuar babain e tij dhe kjo është e dhimbshme. Por çfarë ndodhi? Ai takim më pas u zbulua nga nëna e tij, besoj. Aja takim mane do të thonë momenti shumë për risha, do të thonë mas një javë, fiks një javë, do të thonë se vite djali për natë vita, ke parasysh ose para ditë, po më shumë ka ardhur darkë. I kam do të thonë ti din se Snapchati nuk trani ke orare me tan, dhe një muaj të natë fëmia jashtë, një muaj të gjys. Ajo do të thonë jetën e saj, dili poje, punë të saj çabade. E nëse atë natë do të thonë si parushon, ai ka lëmë tamen. Ai po më shikohet mua, po më një ditë shikoj vetë do të thonë se rrisha të rujt tan fëmit, kush kalohet aty do të thonë isha bashi polic. A dhe më bani me dojë, tha qajte, du me shku, tha me lutë ke lojnat. Da thanë që lutë 5 minutat të lojnat, dhe vitit të klubi si përnoshon, du më hangër thote pizza në i gja. Ate pa, i ka marrë edhe vitin e klubit, i tha që ka notë që ka notë të interesan mama. Leni tha që kishë mi pak një ditë dëllohën të bëj i plash me te, adin 3 orë, 2 orë me te. Po, tha, po flasim. Oke, shkohë me taku ma një mas në darë ka ken. Shkohë me taku e s'ka ken prapa ti, thanë sa të fëmijë e manë që me thanë ti për një të saj, nuk interesohet, a kuptan? Shkohë me taku, ardhi aty më të saj e thira, bërtiti ardhi babi, se do të me ba një gjiru me patin. A u në momentin si unë e ka marrë, du me gjujtë thagje top, do në thajnë adin si prini, çdo gjë për me pagu për te, e qohë me lujtë, ardhi i ati, gjyshi vetë, ja futi shfut, adin. A dy ma ne u zdurova ma. Aty ke do në thajnë si me thonë di pëset dëshmitarë, do në thajnë tanë të lagje si kanë punu aty. Çfarë ndodhi? Në Vilipoj. Jo, çfarë ndodhi më pas, kur... A ne u rrava me te, adin. Mire ke bërë. Jo, avokat. Të lutem. Një gjamu. Të lutem. Odeta. Ata më thanë, më falë, për ta. Zotit ligat. Dëgjo, të shofësh fëmin tënde, që së lënë të atakosh, dhe të shofësh... Është e dhimbshme. Dhe të shofësh aty që e qëllon, të lutem. Ka qenë i duruar dhe aqë. Unë nuk e këshilloj të bëjnë gjë tillë, të kuptojmë, të ndajmë gjërat. Por, gjake dhe mishe gjake jemi, nuk durohet. Te fëmija nuk durohet, është e pa mundur. Aqë më tepër për kushte që i kryojnë këti. Se unë, po e them këtu, se nuk e kam, se ta mbaj të fshet, deri tani në gjatë punës time si avokat, kam pajtuar që kanë ardhur për të bërë divorcin në zyrën time, i kam kthyer mbrapsht duke marrë fëmijën për dorë, që janë dhe sot e kësaj dite bashkë burrë grua. E qartë, e për ndërmjetësimin që ata mos të shkonin divorc. Që mua më vinë për lek për ta paguar, për të bërë pagesën edhe për të bërë gjyqin. Jo, them nuk i dua ato lek para këtij fëmijës vogël apo para atyre 2 fëmijëve që mbeten jetim me prindër gjallë. Është akoma më e dhimbshme, jetim me prindër gjallë. Këta gjyshi dhe gjyshi asaj vajzës, po i drejtojmë këtë nga ekrani juaj. Zotri, edhe ti zonjë, keni parasysh një gjë, a i fëmi, por nuk pati kujdesin e babës dhe të nënës, a i fëmi do bëhet kontingent krimi nesër pas nesër. Dhe se eksperienca e deri tanishme dhe jeta, këtë tregon që fëmijët e prindërve të divorcuar përfundojnë në krim. Sepse si kujdes njeri, nuk u kushton njeri vëmendje dhe ti edukoj, ti mbaj afër, ti mbaj ngrohtë, tu javë ngrohtësi. Shikoj, që të vej një javë, një fëmijë, 6 vjeçar, fshehurazi, të takoj babën. Do thotë që ka mungesën e figurës së babait, i mungon. Por çfarë ndodhi senat? Pasi ti e dhunove i zhvjerin, besoj përfunduat në polici. Aty shku në polici, ta thanë, te pjesë aty që jam do të thonë që ti si preken fjalën. Edhe më thonë, dhe me në sytë polici, më thonë, mas ta bëjmë, thonë, këtë gjatë, thonë, polici, i thonë, se ta bi vetë djalin, thonë, mas hajde ma aty. Që ose e manë fjallin, thonë që okej. Edhe një dëshmitar të më thonë polici, i thonë që këthej makinë e polici, i thonë që po merë në vesh me këtë. I thonë që nuk di ma aty, ma bjerë djalin të paktin 3 orë, 2 orë me te. A këmëden? Edhe nuk di ma, i thonë që di, okej, thonë. Shumë mirë, momenti që u këthyme, erdi Zoe dhe më thonë Blerta, vazhdoj të më shajt. Aty nga kanë polici dëshmitar aty, i gjatë të më shajt me në aty, dhe më thonë, është një moment që unë nuk leje, kur kene më shajt ta e pjesë, dhe më thonë sa pika e ma e dopë, ta ke prasysh, edhe shku më dhe në polici. Po Blerta pëse duhet të qante? Pse i goditi babajin? I goditi, dhe më thonë babajin, si rafë mistem, a kupten, dhe thonë a e ka këtë pjesë të në kohën, dhe thonë i ke dhe mesazhe që rrinë të shajt të kërcenua, ke prasysh. Kanë kërcenu motën të amë dhe thonë a e ka jetë tjetër. A kupten, dhe shkush da hynë e flet. E kuptoj, konfliktet kanë degeneruar në dhunë fizike dhe në sharje në gjithë histori, por kohët e fundi senat ti më ke treguar që Blerta të ka mohuar dhe atësin, të ka thënë që ti nuk je babaj. Ma ka mohuar të atësin, a kupten? Është nuk e di se si e ka. Dhe thënë, kër shkojmë të pjesë të policisë, të hapin gjysh. Kam pas hap gjysh, ka një, dhe me thënë. Për të njohur atësin? Po, për të njohur në atësin. Por i kam thënë, sa t'jem gjatë fëmisë të kam me dalon kur.
Da thonë jam edhe thëmë kështu në emision publik, që ai fëmijë da thonë nuk ka shanse me shku mi thonë kujt tjetër bab. I dashur Senat, unë e kuptoj që je i mërzitur. Ndoshta nuk dua të të lëndoj, por ndoshta dua të të them disa gjëra që edhe ti kesh parasysh. Përderisa një nën nuk e lë fëmijën të takoj babain dhe në fund ajo mund të marrë guximin dhe të tregojë dhe një të vërtetë që nuk je babai biologjik, e ke menduar se ndoshta nuk mund të jesh babai i atij fëmije? Përderisa ta ka thënë me gojën e saj? Aja ma ka thonë me gojë, po do të thonë jam unë do të thonë se kena pas të dy me qeve, do të thonë atë fëmijën për marrë një jetë, a kupton? E Pra, kena le të marrë. themi ti je i bindur që je Po, babai. jam i bindur, a kupton? Do të thonë thash pjesa aty nuk kanë vetë marrë pasionin, do të thonë pjesën e shtëpisë atë jetojnë në shtëpi me qira. Do të thonë djalë jemi aty jetu rrugash, a din. Një fëmijë nuk lejohet të marrë mendja mua me ne deri në 1 nas, në 2 nas, në Vilipoj me punu. Ata i kemë fakte. Dhe veçanërisht në një periudhë që ka... Një periudhë, do të thonë që unë ti xhari vite që fëmia jem do të thonë si thotë zotnia vet, që fëmia jem do të thonë me shku me bar rrugën prej te në Vilipoj, në qendër Vilipoj te fishtat në kam vetëm. Rrugë makinash, njerëz. A vlen. Pra, ju e thoni se ajo bën në shenjë hakmarrje, të gjithë këtë që mohon ahtësinë. Aja bën shenjë hakmarrje, ta kupton? Si do të thonë, nuk e di se ku e ka silin. Sa atë e ka rrit do të thonë gjysha vetë gjyshi vetë, ajo nuk i interesohet. Aja son në Francë, sa ne sa këtë do të thonë se bën jetë luksit. A kupton? Ti pak më parë the Senat që unë nuk do lejoj askënd që ai fëmijë ti thrasi baba përveç meje. Po. I dashur Senat, ti do luftosh fort për atë fëmijë që ai të njohë ty, por ajo vajzë nesër do martohet, do ketë një partner, dhe nëse djali juaj e ndjen që dhe ati personi ti thrasi baba, ti nuk e ndalon dot. Për sot e s'pa mërë me, do thëmë, derisa t'jem në gjohë, mi thonë bab dikuj tjetër, a u den, sikur si kam thënë, Si do të ndalosh, ja më thuaj. si du me talu. Si do të ndalosh mos i thot bab dikuj tjetër. Por në mësë më bërë fëmi ka me shku gjithë kënë ku tjetër. A tjetër, jo, ti do luftosh atë fëmijë ta kesh pranë vetes, Po jo ta ti drejtohesh ndalosh gjykatës dhe të marrësh të drejtat e tua, por nëse nuk më intereson jetë asaj. Nëse ajo do martohet, që është e re dhe do martohet, sigurisht, fëmia juaj mund ta ndjejë nga zemra që ti thrasi baba dhe atij personi tjetër. Këtë gjë ti nuk e ndalon dot. Këtë gjë do të thonë është i fije rënë për mua, dhe sa e më një jotë, mi thonë fëmija jem dikuj tjetër, baba është për mua shumë rënë. Qarë demarshësh ke bërë, qarë lëvizjes ke bërë për të marrë atësinë e fëmijës? Për zotin dhe është në thonë, me moshën si kam pas, ta që jam drejtu gjykatës, a vëden ka ardhë i jatin gjykatë, ka deklaruar ditë në thonë që ditin se gjykata i ka tanë me fakte, me gjane, me mesazhe, nuk di gjë, më ka thonë ku ka ikë tanë familja. Si dhe njërë? Nuk di gjë, më ka ikë tanë familja, dhe nuk jam djeni ku më ka ikë tanë familja. Se ish partnerja juaj me djalin ka ikur jashtë Shqipërisë? Po, ka pasi në Itali, herë kërë më ka thonë, dhe më thonë... Bashkë me djalin? Po. Por sot ajo ku ndodhet? Sot për momentin ndodhet në Shkodër. Ndodhet në Shkodër. Kur je përballur për herë të fundit me ish partneren dhe themi dhe me djalin tënd? Për herë të fundit u përball me domethënë te pjesa Vilipojës. Para sa kohësh? Si kohë. Domethënë në gusht. Në gusht, gushti që lan pas. Domethënë te pjesa si se kam pa me djalë, jam has domethënë një herë komplet fytyrë për fytyrë me të në Olçen, domethënë te pjesa jesna që shkojmë tani aty na e punote. E kam ul kujt, domethënë se kam bezgjisë, se kam pa domethënë pa fëmijë, më ka interesuar, kupton? Ai jeta saj. Domethënë te pjesa diskotekave jena has, a ke parasysh nuk e kam bezdis. Që nga gushti e këtej, ke bërë ndonjë veprim ligjor për të marrë atësinë, për të njohur si baba e fëmijës? I kam pyet shumë avokat, pas kam marrë domethënë alon në, kështu si i kam thënë domethënë mos pak, okay, po hyn bësh me mundësi si kena, kupton? Prit dhe njëherë se kuptova ç'të ka penguar që të bësh kërkesë padit dhe të marrësh atësinë e fëmijës. Unë kam bërë domethënë policia aty. Jo në polici, në gjykatë. Nuk i ka bërë ende këto procedura. Kam pyetur shumë avokat thot, por nuk i kanë bërë këto procedura për t'i dhënë atësinë fëmijës së vet. Po pra, duhet të kërkosh nga prokuroria që fëmijës t'i bëhet atë dënoja dhe ty bashkë dhe të vërtetohet që e babai i tij, dhe nga ky moment ajo nuk ka të drejtë më ta nxjerrë fëmijën jashtë shtetit pa lejen tënde. Jemi dakord deri këtu, Odeta, se deri tani ajo i thotë qeti babai i tij dhe unë do shkoj ku dua me djalin. Dhe nëse pasesë mund të marr djalin tik në Francë, në Angli, në Itali. Dhe ky baba mund ta humbi përgjithmonë, por gjithsesi ai fëmijë ende nuk ka një atësi. Pra, ne e dim sipas Senadi që Senadi është babai biologjik, por në dokumenta ligjërisht nuk është babai i tij. Nuk njihet babai i tij, ai nuk ka një atësi. Këtë jam duke i thënë, duhet urgjentisht të shkosh në prokurori të bësh kallëzim penal në prokurori që nuk të lejojnë të takosh fëmijën, që me vendim prokurorisë të bëhet analiza e fëmijës, a dënoja dhe ty dhe fëmijë, do të vërtetohet atësia.
që të vërtetohet atësia dhe preti momenti fëmija do betet gjithë një në Shqipëri, po s'deshe ti të dalë jashtë. Këto hapa do t'i bësh sa të dalësh nga studio me këtë do merresh. I dashur Senad dhe i dashur avokat, unë do shkëputem për të kaluar në reklama, do rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë dhe unë do tentoj në pjesën e dytë të lidhem pikërisht me Blertën, gjithë me shpresën që ajo do na përgjigjet në këtë transmetim. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi shumë shpejt. Mirë, jemi rikthyer në transmetim live të dashur miq dhe në studio jam me 30 vjeçarin shkodran Senad Hasa, i cili rrëfeu në pjesën e parë historinë e tij të dashurisë, por edhe fundin e hidhur. Sot ky 30 vjeçar ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë pasi është në kërkim të djalit të tij 6 vjeçar, pasi nëna e pengon të takojë pikërisht të birin. Por në studio jam dhe me avokatin Zaçe Islami, i cili drejt për së drejti nga ekrani Report TV po i jep mesazhe të forta familjes së ish partneres së Senadit, që ajo ditën e sotme le të reagojë dhe të tregojë dhe arsyet Shpresoj të reagojnë. që pse e pengon fëmijën dhe a është fëmija i Senadit, por Senadi thotë që jam i sigurt që është djalim, e bën për çështje hakmarrje dhe kjo bëhet akoma më e rëndë. Në qoftë se ata pretendojnë që fëmija nuk është i Senadit, bëjrum, shteti sot i ka të tëra mjetët moderne për ta verifikuar edhe për ta vërtetuar nëse është fëmija i Senadit ose jo. Por nga momenti që nuk kanë asnjë dokument që të provojnë se nuk është fëmija i Senadit, janë të detyruar të nënshtrojnë kontroll mjekësor, analizave të ADN-s që të vërtetohet saktësisht atësia. Dhe këtë të drejtë ata fëmijës nuk kanë të drejtë t'ja heqin. Nuk mund t'ja heqin këtë drejtë. Ndaj them Senadit, gjë e pari do bësh nesër që në mëngjes në prokurori denoncimin, kërkosh analizën ADN-n e fëmijës, edhe ndërkohë të kërkosh nga policia e shtetit që të mos dalë jashtë shtetit ai fëmijë pa lejen tënde, do të bllokosh daljen jashtë, që ta dish se mund ta nxjerrin jashtë kur të duan, edhe s'ke ku ta gjësh. Pra këto punë do t'i bësh që nesër në mëngjes, dakord, Odeta? Ne flasim dhe Senadi ka sytë e monitorit duke parë fotot. Ka marrë malli. Dhe është normale, e ndjen mungesën e djalit. Kushdo që t'jetë. Dhe është e dhimbshme momenti që më tregove që ai vinte të takonte fshetas tek lokalit e vendi punës, pa dinin as kujt ku ato një javë. Edhe natën sakrifikon në mbrëmje, natën, errësirë, në një zonë me një dyndje turistës që o zot ai fëmijë që ka heromë, e vlerësoni psikologjinë e tij fëmijë. Ai fëmijë vuan, padyshim. Pra atë këtë do të ketë parasysh se jam me saja. Mos i krijo stres e fëmijës moj zonjush, po e zonj tani. Mos e bën fëmijën që të vuaj se këto dhimbje dhe këto tortura psikologjike që sot ai fëmijë do dalën nesër në shëndetin e tij, qoftë mendor, qoftë fizik, qoftë. Prandaj mos u bën kriminale e zorrëve të tua, e fëmijës tënd. Por për të qenë transparente, unë gjithnjë mundohem që të kem dhe palën tjetër në studio, kështu që ka ardhur momenti që unë ta telefonoj drejt për së drejti ish partneren tuaj, regjia do na ndihmoj që zilen ta kemi në transmetim, uroj që zonja Blerta të na mirëkuptoj, ta hapi telefonin, të përgjigjet. Ajo është nëna e një fëmije 6 vjeç, por që sigurisht nuk e ka sjellë vetëm atë fëmijë në këtë jetë. E ka sjellë me një partner që është Senadi, i cili dhe ai ka të drejtat e plota për të takuar djalin e tij 6 vjeçar që i mungon. Dhe sot në studio ka treguar. Përshëndetje. Përshëndetje. Me Blertën flas? Po. Blerta, më fal që të shqetësoj. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Po. Ditën e sotme në program, ish partneri juaj Senad Hasa ka treguar historinë, marrëdhënien që ka pasur me ju dhe ka bërë një denoncim kundrejt jush se ju pengoni që ai të ketë takime me të birin e tij. Po. Por çfarë ka ndodhur? Pse ju pengoni djalin 6 vjeçar të takojë babain? Nëse është muito në ndi, takoj për jo për dhe flasi. Nuk ju dëgjova. Volumin të lutem. Nuk dëgjohemi qartë, të lutem. Më dëgjon Blerta? Po. Atëherë Blerta edhe një herë të lutem. Po, mësuj. Pse Senadi nuk e takon dot djalin? Pse ju e pengoni? Është një histori shumë e gjatë, se ka 6 vite kjo histori. Edhe unë po them se nëse
është e mujtë në nënvijet takoj për afër edhe të shpjegoj dhe më qartë, a kupton? E qartë, ndoshta nuk është mundësia që unë të vi të takoj nga afër dhe po të pyes në këtë lidhje telefonike. Unë Senadin e kam këtu, është dhe një avokat, zoti Zaçe Islami, por mund të bëj një pyetje pa të lënduar, a është Senadi babai biologjik i fëmijës tuaj? Po, është. Atëre, pse pengoni ju? Bravo, se deri tani ka pretenduar që s'është baba i fëmijës. Bravo, e tha burrërisht, edhe pse zonjë tha Senadi është baba i fëmijës. Po, e pranon. Ne këtë donim. E pranon që është baba i fëmijës. Atëre, pse e dashur Blerta ti pengon djalin të takoj babain? Unë të thash është një histori shumë e gjatë, nëse do në vije flas për afër, se s'ka problem. Blerta, çfarëdo që të ke ndodhur mes te dhe Senadit, ti nuk je askushi të pengosh një baba të takoj fëmijën e vet. Po, të shti, kur unë jam 7 vana dhe më mësot baba i fëmijës, unë kam dash me të mytë edhe me të bra, unë 7 muaj 7 vanë, si menon ti? Ose më ka thonë, kur ti ta linë fëmijën, unë kam marrë me taku edhe me mytë fëmijën. Pra, ai mësojnë e kam thonë gjatë nervave, e kam thonë për këtë arsye, për njënën për tjetrën, për unë jam nanë, edhe normal që unë... E dashur Blerta, unë e kuptoj që mund keni pasur konflikte në familje. Si të kemi të tërë, ne mi pleqe kemi konflikte, jo... Senadi tregoj konfliktet që keni pasur, dhe tregoj dhe kohën e shkurtër që ti ke jetuar me Senadin, por këto konflikte... Ai ka tregu variantin e vet, besoj se duhet më një edhe varianti jem që me marrë në telefon edhe me pyet se pengon djalin. Po pra, se është ba sot nuk është interesu për djalin. Asnjëherë është ba sot djali 6 vjeç, edhe sot e don djalin, se sot që djalin unë e kam rritë, kam marrë vet, kam sakrifikuar çdo gjë, me spitale, me të mira, me të këqija, me të tanate, është ba djali 6 vjeç, po bën 7. Sot interesohet ai për djalin. Thonë, fillim, kër e kam linë djalin, i kam thënë, hajde me sa herë të dush se pavarësisht se çdo gjë që kena pasur ne ti ngatrej sa njënën tjetrën, ti e baba ti, edhe hajde të takoje. Por ai e merrte e leti te familja vet, edhe vite mjek të mu mrapa ku shkon çaban qysh tek. Ai mundet me mohu, mundet me thënë çdo gjë. Unë di njerëz, di fakte për çdo gjë, kupton. Senadi tregoi këtu momente të trishta, se si e takonte djalin në orët e vona të darkës dhe ai shkonte fshetas në Velipoj. Por Senadi tregoi këtu që ka një interes shumë të lartë të njohë të birin, t'i japi atësinë, ti po më tregon të kundërtën. Senad, Blerta, ish partnerja juaj, thotë që ti nuk je interesuar asnjëherë për djalin, pse u kujtove sot? Unë jam interesuar që ditën si kale, aja din shumë se një ka mesazhet. Unë t'i gjarë mesazhet tonë ndaj. Tregoj mesazhet, tregoj, unë thash, nëse dën vita tregoj unë variantin tim, edhe tregoj çdo gjë. Unë se kam nalu asnjëherë, ti mundesh po ma ke nalu. Djali jem ose me një babën e vet. Po ma ke nalu se me kanë di shumë mirë se i ke tana me fakt aty si ke lidh vetëm lek, vetëm për lek keni dash. Aldan kush kam dhënë lek ma keni nalu fëmijë, kur kam dhënë lek ti kam pru picat. Ku ke pas lek ti se kam qenë 16 vjeç kur kam jetu me ty e kam shku kam punu fabrikë. Ata ti tregoj tash se kam me fakte. Po mos mësoj mu lek. Ata ti tregoj tash janë mesazhet tuaja nuk janë të mia. Mësoj çai ke pru ti djalit. Po tana. Sot kam kërkuar gjë për djalin, kam thënë, nuk e ke mundësi me ja plotësu kursin djalin. Patjetër, do t'jap kam thënë, hajde, takoje, edhe se nuk e ke mundësi, nuk ka problem, nuk të kërkoj asnjë gjë, veç hajde takoje. Atë e keni baba të mësa me taku si keni dash me ik, për njët. Ke dash me ba si fëmijë, o ti mundesh me folë çfarë dush, ti ke dash me ba si fëmijë, dhe sot që i 30 vjeç, sot dhe me ba si burr. Po si burr a dash me ba kur ke dash me kriju familje, jo sot. Jo sot mas 7 viteve. Po, avokat. Mu kujtu ti për fëmin tënë. E dashur Blerta, e kuptoj që je shumë e irrituar me ish partnerin tënd, por sido që ti jetë, duhet të qetësohesh dhe të mendosh që konfliktet që keni pasur me njëri tjetrin në atë marrëdhënie përpara 6 viteve, për hir të atij fëmije 6 vjeç, 7, se më them bu 7, ti harroni dhe të dy duhet të prindëroni. Nëse e doni atë fëmijë, duhet të dini të prindëroni. Por avokati Zaçe Islami dëshiron të flasi pak me ju. Po, avokat. Përshëndetje Blerta. Përshëndetje. Unë në radhë parë njerë mu bë shumë qefi që u tregove burnesh dhe erdhe në studio
të bisedojmë, të trajtojmë problemin e një fëmije. Jo, për mu s'ka problem, ajo është Jo, një edhe... nga eksperienca jonë, normal, asë diskutohet ajo jo të tëra zonjat e kanë një kurajo të tillë dhe një për të përballur, dhe është në nderin tënd që po përballësh dhe unë të falenderoj për këtë punë. Por kam disa gjëra për të t'i thënë që ti kesh parasysh, qoftë nga ana qytetare, morale, njerëzore, shoqërore, qoftë edhe nga ana ligjore. Ai fëmijë është juaj dhe si tillë është në kujdesin e të dy juve, jo vetëm të njërit apo të tjetrit. Thot Senadi që e keni lejuar fëmijët vetëm kur ky u ka dhënë lek. Tani, pse të bëhej kështu, këto dhënie parash, pse të merreshin në këtë... Nuk është e vërtetë, ai nuk i ka pas kur mundësi, të nuk e di se si është sot, se unë që ka 7 vite që nuk e shoh më, por në atë kohë ai s'ka pas mundësi ekonomike. Ja një minutë. Unë ajo 17 vjeçarja. Ta çoj mendimin tim, të lutem, ta çoj mendimin tim deri në fund. Pra, cila është Emira? Emira është në qoftë, Emira fare është që ju të bashkoni, të jetoni bashkë dhe të rrisni fëmijën dhe të lindeni dhe fëmijë të tjerë dhe t'i harroni çka ndodhur, se të tërë të rinjt i kanë këto gjëra. Dhe unë këtë ju këshilloj. Unë, që kam një moshë madhe tani, ju këshilloj që të mendoni vetëm për fëmijën, t'i liri të tëra gjërat e tjera më janë, se në fund të fundit fjalë kanë qenë. Asnjë vepër s'është bërë. E para, e dyta, të japësh ligjërisht atësinë e fëmijës Senadit. E treta, ai fëmijë ka nevojë për të rritur dhe për të ushqyer dhe për të veshur, për të mbathur, gjëra për të cilat jeni të detyruar, keni detyrim që të dy, dhe ti dhe Senadi. Ja, një minutë, ta mbaroj fjalën. Dhe dua të them që atë mbështetjen ekonomike për atë fëmijë e ka dhe Senadi dhe ti. Kjo është e mira që të bëhet në rrugë ligjore, të jetë e përcaktuar njëherë për gjithmonë, ka që do marrë... Jo, Blertës duhet ja themi që Senadi do i drejtohet institucioneve për të njohur atësinë e fëmijës. E kam lënë për në fund. Po. Për në fund do t'ja them. Që ta di Blerta këtë gjë. Blerta duhet të dish një gjë, Senadi, nga ky moment që jemi këtu sot në studio, ndalon çdo mënyrë dhe çdo rrugë për të dalë fëmia jashtë shtetit. Nuk do dalë fëmia jashtë shtetit, sepse e ka ligji që as ti se nxirr dot pa lejen e Senadit jashtë shtetit, as Senadi nesër pas nesër nuk shkon dot gjykuni jashtë shtetit pa lejen tënde. Pra, këto hapa do ndërmeren dhe do bëhen, do realizohen. Po nëse nuk që dëshiroj, ju lutem si prind, ju lutem me gjithë shpirt që të ju të bashkoheni dhe të rrisni këtë fëmijë, nëse nuk arrini këtë. Si të bashkohen? Të martohen prap? Apo të bashkohen në mënyrë figurative për hir të fëmijës? Atë kam parasysh. Vend të celebrojnë, të rrishin fëmijën, të bëjnë të tëra, normalisht s'ka ndodhur gjë, më jo. Nuk është përmbysur dynjaja se u zureti me Senadin. Pas 6 viteve, a do i pranonte Blerta këtë gjë rikthimit të Senadi? Unë e këshilloj ta pranoj. Jo, po, e dëgjojmë Blertën. Blerta. Jo, s'ka shans, nuk... Mirë, e drejta jote, atëre bën këtë tjetër. Unë edhe Senadi në atë kohë, kur ne kena kënë bashkë, jena nda dhe jena pajtu 3-4 herë. Unë e kam falë gjitha herë, ka në shumë gjana, kupton. Nuk është për shumë të unë i ka një herë dhe nuk këtheva ma kur. Unë e kam falë, kam pritë që a i punër shumë. E dashur Blerta, e kuptoj. Edhe nuk i ka kuptu do gjana, është i kuptu E dashur Blerta, çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, duhet i lini pas. Ajo që sot Senadi kërkon është të flasi me të birin e tij, të ketë kontakte me të birin e tij. Nëse në mënyrë vullnetare ajo nuk e bën, ju Blerta nuk e bëni, padyshim do bëhet me ligj pastaj. Këtë gjë dua të shpjegoj. Nuk arrin dot, të thash pak më parë, edhe un jam nën. Vërtet jemi nëna. Por nuk kemi askush të ndaloj fëmijët tanë të kenë kontakte me baballarët e tyre. Odeta, unë nuk e bëj shenjtor Senadin. Blerta, një minutë. Unë nuk e bëj shenjtor Senadin. Dhe nuk, jo se është pa faj. Po të ishim të tre bashkë, do të dëgjoje se sa faj ka ky. Po në rastin konkret ka një të drejtë madhore. Ishte hequr e drejta për të takuar fëmijën. Dhe kjo i eklipson të tëra të drejta gabimet e tjera të Senadit. Fëmijën duhet të takoj se s'bën. Prandaj, unë të këshilloj
bëjni të tëra ato veprimet e duhura ligjore, që dhe fëmija të rritet dhe me djersën e babait, jo vetëm me mundimin tënë, se naturisht që të rritesh një fëmijë ta bësh 10 vjeç, është sakrificë shumë e madhe, aq më tepër një grua, që e grua tani, se ti e vajzëre, shoqet e tua kanë më të fejorën. Pra, bën një hap brapa dhe tolero për hir të atij djalit. Dhe, po shkojmë drejt fundit, nuk kemi shumë kohë televizive. E dashur Blerta, ke diçka të fundit për t'i thënë Senadit? Gjithnjë për fëmijën, e kam fjalën. Unë s'kam që me i thonë, unë çdo gjë ja kam thonë që ishë në fillim edhe unë i rrit fjallës tëme. Atëherë Senat, ke diçka për t'i thënë Blertës për djalin? Djalin kam qef me e taku, ta shohë se selen, duhet me vazhdu i daliqet me këta. Blerta, e dëgjove Senadin, dua të takoj djalin tim. Besoj që ke një përgjigje për t'i dhënë. Ai mundet me vazhdu një ose rrugë që i ka hi edhe unë jam prapë e mendimit tëm. Pra ti nuk e lejon djalin tënd të takoj babain Senadin? Jo. Atëre, Jo, Blerta, se ai vetë e ka largu djalin. Blerta, më falë. Unë e tha, po, Më dëgjoj një minut. Po. Do apo s'do ti, ne do bëjmë që Senati ta takoj djalin 2 herë në muaj se ai jep ligji. Nuk jam ondot as ti, as unë, as Odeta, as kurkush në botë. Unë thash, ai mundet me vazhdu me ligjin, me çdo gjë, kur t'i japin ligji, mundet marrë me... E qartë, Dakor, okej. Të falenderoj Blerta, të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike. Mirë, do shkëputemi sërish për një klip të shkurtër, dua të prezantoj Prostatolin, është një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore, ndihmon në funksionimin e prostatës dhe rikthehemi live sërish. Mirë, jemi rikthyer sërish live, jemi drejt fundit, nuk kam shumë kohë televizive. Senad, e pranoj që është djali jot, por tha unë nuk të lejoj ta takosh. Tash duhet me marrë ata rrugë të ligjores. Dhe kjo është rruga që duhet të ndjeki Vetëm avokat. rruga ligjore, po. Por ndërkohë do t'i them Blertës, mos thuaj më, mos të shkojmë më ndërmend që të thuash nuk është Senadi babai djalit, se pastaj hyn në kategori tjetër. Ai është djali Senadit dhe ti dhe Senadi do të arrisni atë në mënyrë të përkryer, qoftë të ndarë, qoftë dhe bashkë. Unë uroj që të reflektoj Blerta për djalin e vet. Edhe unë i lutem Blertës që të reflektoj. Unë i lutem për të ati fëmije. Të bëhet më e mira për atë fëmijë që të rritet edhe me dashurinë e nënës dhe të babait. Mirë, Senat, unë të falenderoj që të pata në studio, të gjitha këshillat ligjore ndiqi dhe ndiqi rrugën ligjore për të fituar atësinë dhe të drejtat mbi djalin. Do jemi bashkë në kontakt. Avokat, falenderoj që të pata ditën e sotme. Edhe unë falenderoj për ftesën. Megjithëse pas shumë kohë që takuam bashkë, po... Do t'jemi dhe në ditët të tjera, do t'jemi dhe në ditët tjera me të tjera histori që trajton redaksia e emisionit Pa Gjurmë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do i takojmë sërish nesër, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Mirupafshim.